Zelenski i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të sankcionojnë Rusinë pas sulmeve të reja me dron. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të mërkurën që të sankcionojnë më tej Moskën, për cilën ai tha qartë se nuk po ndjek një paqe të vërtetë pas një nate sulmesh me dron rus që shkaktuan dëm edhe disa vende në Ukrainë. Ai veçoi sulmet në qytetin e tij të lindjes, Kryvyi Rih, në rajonin verior të Sumit. Pjesë e pyetjes ishin dhe detajet themelore të dy marrëveshjeve të armëpushimit që u njoftuan nga Shtetet e Bashkuara të martën pas bisedimeve në Arabinë Saudite. Shtetet e Bashkuara thanë se ranë dakord të ndanin marrëveshje me Ukrainën dhe Rusinë për të ndalur sulmet e tyre mbi detin e Zi dhe kundër objekteve energjetike të njëri tjetrit, megjithëse është e paqartë se kur hynë në fuqi marrëveshjet. Presidenti Volodymyr Zelenski tha se ato hynë në fuqi menjëherë, por Kremlini tha se marrëveshjet e detit të Zi nuk do hynë në fuqi nëse disa banka ruse nuk lidhen me sistemin financiar ndërkombëtar. Kremlini thosë se tashmë po zbaton pauzën e tij për sulmet energjetike, shkruan Reuters.